Ky është Danieli Sufaj, një nga shumë të rinj po gradecar të cilët zgjedhin të studiojnë informatikën. Në shumicën e rasteve, degë të tilla përzgjidhen nga të rinjt edhe për shkak të tregut të punës apo faktit që shumë shërbime, tashmë në shtet apo kompani private, realizohen përmes teknologjisë. Danieli pas përfundimit të studimeve, tashmë ka nisur të vendosë në punë aftësitë e fituara. Në bazë edhe të buxhetit personal, ai ka ndërtuar prototipin e parë të një roboti, i cili sipas tij kryen disa funksione njëherë, që nga matja e temperaturës, lagështirës, intensitetit të dritës, deri tek sinjalizimi i zjarreve. Sipas Danielit, ky prototip me pak upgrade synon që të eksplorojë edhe liçenin e Ohrit. Kam përfunduar studimet për inxhinieri informatike, sapo kam mbaruar masterin shkencor në këtë fushë, dhe tani jam fokusuar tek pjesa e krijimit të projekteve të Internet of Things, siç quhen. Kam krijuar një robot inteligjent me mikrokontrolluesin ESP32 që është nga pajisjet më të njohura të kësaj fushë dhe përdoret gjerësisht në projektet e kësaj fushë. Gjithashtu, në lidhje me këtë mikrokontrollues, kam përdorur dhe sensor të ndryshëm duke i kombinuar dhe si përfundim kam nxjerrë një robot i cili ka aftësinë të lëvizë, të monitorojë kushtet atmosferike dhe të na japi ne një paraqitje shumë të bukur user-friendly në një pamje website-i, duke na shfaqur të gjitha monitorimet. Pra duke na shfaqur të gjitha matjet atmosferike dhe një pamje reale kur roboti lëviz. Roboti mat temperaturën, lagështirën, intensitetin e dritës dhe distancën që ka nga objektet përreth. Dhe na shfaq një pamje reale të asaj çfarë mat nëpërmjet kamerës që i kam vendosur robotit, një live view. Konkretisht i kam vendosur një alarm i cili mund të detektojë zjarrin dhe tyrmat që ka përreth dhe na sinjalizon neve në web duke pulsuar me një shenjë të kuqe dhe duke nxjerrë një titull që është aktivizuar tymi ose sensori i zjarrit. Na shërben si matës i temperaturës, i lagështisë, i intensitetit të dritës dhe i sinjalizuesit të zjarrit ose të tymit. Ky ishte thjesht një prototip, por më vonë besoj se do krijoj diçka më të avancuar që mund të futet edhe në liçenin ton, për shkak se na duhet të masim ndotjet ose diçka tjetër ose eksplorimin e liçenit të bëjmë diçka më të sofistikuar. Por si shumë të rinj në Shqipëri, edhe Danieli po përballet me hapësirat për një mundësi punësimi. Edhe pse tregu është i gjerë, kërkohet eksperiencë pune duke penalizuar të rinjt, çfarë automatikisht më pas të lind dëshira për të ikur jashtë. Tregu është shumë i gjerë, por fillimisht pagat janë shumë të dobta, si fillim duhet të kesh eksperiencën nuk e si e fiton nëse dikush nuk të punson, është pak e vështirë. Ende nuk ka ardhur një mundësi. Sepse njeriu investon në shkollë dhe më pas mbas shkollimit nuk gjen një stre ose diçka ku të mbështetet. Janë disa të rinj në Pogradet që kanë aftësi shumë të mira në robotik, por në shumicën e rasteve përballen me mungesë mbështetje për të avancuar projektet e tyre. Kjo pasi ende nga ana e Ministrisë së Linjës nuk ka një mbështetje konkrete për këtë sektor teknologjik.